disa shqiptarë të Zvicrës, Italisë dhe Greqisë kanë udhëtuar për Igumenicë dhe janë duke hyrë nga jugu, ndërsa pjesa tjetër, Britania, Belgjika, Franca, Gjermania dhe Austria po vijmë domethënë nga veriu. Sa orë ka zgjat udhëtimi juaj? 2 ditë. 2 ditë të mira, të plota si i thojnë, sepse ishte edhe pjesa logjistikës, takimi rrugës me njerëz, kështu që ishte sfidë vete. Do t'i bashkoni protestës? Absolutisht. Unë besoj që ky kushtrim për marshin e dytë në Dhej, për me bashku zanin me qendrështarët në çesh është shumë i rëndësishëm. Komponenti i diasporës në këtë moment të historik të kombit tonë, të shoqërisë shqiptare, është i jashtëzakonshëm. Në ardhjen tonë të parë, sepse edhe lançimi që kemi bën nga Britania ka qenë për objektiva të qarta që kjo protestë duhet të jenë politike. Dhe që në ardhjen tonë të parë, i jemi afruar grupit të nisme së protestave në Tiranë, duke ja kërkuar me kusht që protesta të thuhet politike. Dhe tashme, objektivi jonë është akoma dhe më i qartë. I bëjmë thirrje Edi Rams, mbretit pa kuror, Don Kishotit, i cili kryen luftra imagjinare. Herë me agjen iranian e një ditë tjetër me agjen grek. Që kjo është betejë me shqiptarët, se shqiptarët janë bashkë. Shqiptarët në diasporë dhe shqiptarët në Shqipëri. Se e ke babalt mërzotni, e ke shit kombin. Naj, Edi Rams ne i bëjmë një thirrje. Jemi këtu me një kusht të vetëm. Do hiqju sa nuk është vonë. Hapi rrugën qeverisë tranzitore apolitike. Që qeveria tranzitore apolitike të mandatohet për proceset demokratike. 1. Për të ndryshuar kodin elektoral. Nga kod proporcional rajonal në kod proporcional kombëtar, ku votat çdo shqiptarit të jetë e barabartë. 2. Të him në zgjedhje me lista të hapura, që kemi një parlament vlerash, kemi parlament funksional dhe të largohemi nga parlamenti i jeniçerëve, parlamenti shqiptarëve, parlamenti shqiptorëve, desha them, pra parlamenti shqiptorëve si parlamenti që kemi tani. 3. Të him në zgjedhje me numërim elektorik që të jetë sa më transparent. 4. Të bëhet depolitizimi mirëfillt i administratës. Sepse në 200.000 administratorë që sot ka Shqipëria, 80.000 janë patronazhista që nuk shojnë punë, po deformojnë zgjedhjet, nga zgjedhjet lira të ndryshme i deformojnë në absolute. Në këtë proces duhet gjithashtu që të bëhet një auditim i mirëfillt i administratës, që të largohemi nga kjo farsë që kemi parë në 36 vite. Dhe fundit fare të prezantojmë dhe herë mundësinë për referendume, po jo me kushtet që janë tani, sepse tani referendumet pothuajse janë pamundshme, sepse duhet 50.000 vota për me lançuar një referendum dhe duhet që 50% e popullsisë të marrë pjesë votime. Pra duhet domethënë të vëmë kritere të tjera. Edi Rama, do hiqju, se shqiptarët janë babash. Ju faleminderit. Kam një përshëndetje për Edi Ramën. Ka ditëlinje sot, urimi ditëlinjen edhe pensionin. Nga dita hone mrapa je pushuar nga puna, nga gjithë shqiptarët.